A keni pyet veten ndonjëherë se a jeni normal? James Fallon, një neuroshkencëtar amerikan, i njohur kryesisht për punën e tij në fushën e neuroshkencës, por edhe për një histori interesante personale që ka të bëjë me psikopatinë. James ka bërë kërkime mbi strukturën e trurit, sjelljen agresive dhe çrregullimet mendore në zonat e trurit ku preket empatia, morali dhe vetkontrolli. Ajo që bëri më të njohur është se gjatë një studimi mbi trurin e psikopatëve, ai për krahasime kishte futur edhe skanerin e trurit të tij, dhe pa se truri i tij ishte i njëjtë me atë të psikopatëve. Megjithatë, ai nuk ishte një kriminal apo një person i dhënshëm. Kishte një jetë të suksesshme, një familje dhe një karrierë, gjë që e bëri atë të përshkruhej si një psikopat i mirë. Mirpo ai kishte një histori familjare më të hershme me individ të dhënshëm, përfshirë edhe vrasës. Ai vetë kishte deklaruar: "Unë nuk ndjej shumë për njerëzit, por unë e di çfarë duhet të ndjej dhe çfarë të veproj." Kur e pyeti familjen dhe shokët e tij në lidhje me këtë, ata i thanë se ne e kemi ditur se ti je psikopat. Mirpo çka e vërtetoi më vonë këtë është se dashuria e madhe që ai kishte marrë nga familja dhe nga rrethi i tij, atë e kishte mbajtur larg sjelljeve të dhënshme apo larg të ndihmeve për të bërë njëri agresiv. A keni ju kësi lloj njerëzish në rrethin tuaj, apo a kemi ne familje në shoqërinë tonë që arrin një psikopat ta kthejë në psikopat të mirë?